Ju përshëndes. Ka kohë që këtu në Amerikë, media e majtë radikale kërkon atë lojën që të kapa, I got you. Gjithçka ka nisur nga Dan Rather, të cilin kam patur fatën të takoj njëherë në Washington, gazetari i madh, i cili thuaj se i bëri head to see presidentit Nixon. Mënyra se si duhet zhvilluar një intervistë nuk është head to see. Bill O'Reilly, ikona e konservatorizmit amerikan, thotë që ti do të kërkosh të ekspozosh se sa njohuri ka personi, Trump, Obama, dhe t'jo paraqitësh njerëzve. Media e majtë amerikane e urren Trump. Të gjithë kërkojnë ta portretizojnë Trump dhe njerëzit e administratës tij si djallë, Hitler, nazist. Dhe për zgjedhjen tek emigrantët e palinshëm të deportuar, disa raste mizore, sepse ti kur deporton mbi 100.000 vet, natyrisht do të ketë dhe probleme, ku dikush që nuk ishte te këto grupet të terrorit, si terrorist, u dërgua në burgjet e El Salvador. Urrëtia e madhe nuk ka fërën argument. Trump do të arrijë që ekonomia të ketë sukses, sepse çdo president republikan, kur vjen në pushtet, duke shkurtuar taksat, i jep mundësi ekonomisë të rritet. Do të qoftë se ai do të bëjë të paktën atë që bëri 4 vitet e para, do të jetë suksesshëm. Ka shumë të drejtë me tarifat, por nuk është çasti. 6 muaj ekonomia do ketë probleme, por tarifat simetrike, reciproke, janë të domosdoshme, sepse si BE-ja, si Kanadaja, si Meksika, kanë përfituar në kurrizat e Amerikës. Në video me paqen me Putinin, Trump tha në pist, jam i mërzitur me Putinin, po kush nuk është. Të gjithë janë. I vetëm që mund të arrijë një paqe është. Ndërkohë ajo që po e dëmton janë sulmet e gjykatave, distrikteve lokale që kundërshtojnë urdhat e tij ekzekutiv. Ka pasur një hearing në Kongres pikërisht për të ndaluar këtë proces. Pra, Newt Gingrich, ish speaker i Kongresit, fantastik, i pari që realizoi balancin e buxhetit, kam patur fatin kur shoqëroja Pietro Arbënorin në Kongres të takoj këtë figurë të madhe, mbrojti idenë që nuk mundet që të kemi një gjykatës të vogël që të kundërshtoj presidentin e votuar, dhe ai solli shembujt e Lincolnit, Jefferson, sepse nuk është case gjyqësor që ti e kthe në një case kombëtar. Pra kanë të drejtë që të impeachin, që të shkarkojnë këta gjykatës të vegjël, por kjo nga ana e profesorëve thotë shkatërmtare, diktaturë, nuk është. Edhe Newt Gingrich sot në Kongres tha që, një gjykatës i distriktit të Washingtonit mund të kërkojë të kundërshtojë një vendim për VOA-n, USAID-in, emigrantët, por nuk mund të mbajë pafund dhe procedurat shkojnë 3-4 muaj. Ai më njëherë do të shkojë në gjykatën supreme. Dhe aty do të vendoset, ke drejt, nuk ke drejt, se është problem kardinal. Kryetari i gjykatës supreme, Roberts, gaboi kur tha që duhet lejuar me apel. Jo. Janë gjyqtar partizan, të majtë radikal, të emruar nga Clinton, nga Obama, të cilët gjejnë për shembull një gjykatës të majtë, mund ta gjesh në Minnesota, që nuk ka, por në Kalifornia, në Hawaii, që të kundërshtojnë një urdhër ekzekutiv kombëtar. Dhe kjo bën që administrata mezit funksionoi dhe shumë vendime ekzekutive kthehen prapë siç ndodhin në mandatin e parë. Qesharake, një vendim gjykatë ekzekutive i largon të gjithë punojësit e USAID-it, por dhe ata që janë të obdati që vinë, kthehen, vendos gjyqi përsëri largohen, është qesharake. Kongresi ka drejt që të kalojë një ligj posaçërisht për këtë. Por problemet janë se të martën
ka qenë zgjedhja 2 vendeve bosh paraprake për Kongres në Florida dhe Gjykatës Supreme. Ka rënë numri i të regjistruarve republikanësh, këmban alarmin në qoftë se republikanët nuk do të fitonin thellësisht siç fituan me Trump. Natyrisht që ajo që vendos është ekonomia. Për një muaj nuk priteshin ato efektet e mëdha. Fjalimi në fushatin Trump ndryshon nga realiteti, sepse administrata shumë e madhe në 2.4 milion vet janë bërë shkurtime, është e pamundur me emrimet politike që janë bllokuar, siç është rasti i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku nuk ka kaluar asnjë nominim politik. Për 6 muaj do të ketë ambasador. E kam thënë disa herë, nga 1000 emrime politike rëndësore në të gjithë departamentet, herën e parë Trump kaloi vetëm 500. Këtë radhë nuk është më shumë se 100. Megjithatë, Trump ka shumë gjasa, shumë mundësi të vendoset krahas presidentëve më të mëdhenj. Është këmbgulës, është i hapur, është atipik, natyrisht që ka probleme karakteriale, Trump është Trump.